Gjykata penale e Shkupit e ka dënuar me 2 vjet burg me kusht Recep Nuredinin, njëri nga 2 sulmuesit e kryetares së qytetit të Shkupit, Danela Arsovska, për incidentin që ndodhi në korrik të këtij viti, kur ajo u sulmua fizikisht dhe verbalisht gjatë një vizite në ndërtesat pa leje në Çajir. Nuredini nuk do ta kryej dënimin në rast se nuk kryen ndonjë krim tjetër në 5 vitet e ardhshme, bazuar në pranimin e veprës për sulmin ndaj Arsovskës. Avokati mbrojtësi Nuredinit Nasir Raufi në një deklarat për media pas seancës së sotme tha se i pandehuri duke pranuar fajsin kontriboi në efikasitetin e procedurës dhe se në këtë rast urdhërua edhe mbikëqyrja mbrojtëse së bashku me masat e lirimit me kusht. I akuzuari Recep Nuredini sot në seancën kryesore tregoi pendim të siqet për atë që e kishte bërë për sjelljen e tij të vrashtë ndaj palës së dëmtuar. Megjithatë, vetë kryetari i qytetit të Shkupit tregoi virtytin e fjalës së të pandehurit e për atë që kishte bërë. Ajo as nuk u përfshin në ndjekjen penale, as nuk parashtroi kërkesë ligjore pasurore, gjë që ndihmojnë në shqiptimin e dënimit maksimal alternative në këtë rast. Më 11 korrik të këtij viti, Arsovska si kryetare e qytetit të Shkupit u sulmua gjatë një inspektimi të ndërtimit të paligjshëm në komunën e Çajirit. Sipas aktakuzës, Recep Nuredini akuzohet për kryerjen e veprës penale të dhunës, ndërkaq që në fillim të shtatorit të këtij viti, gjykata penale e Shkupit dënoi të akuzuarin e parë në sulmin ndaj Arsovskës, Sulejman Lamallari, me 2 vjet burg. Në seancat dëgjimore para vendimit, ai mohoi me vendosmëri akuzat se sulmoi Arsovskën dhe tha se nuk ishte ai sulmuesi në këtë rast, por viktima.